është një ftesë që na jep shumë shpresë. Një zë që kërkon vazhdim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjoj këtë zë për të gjithë vlen. Është një ftesë që na jep shumë shpresë. Një zë që kërkon vazhdim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjoj këtë zë për të gjithë vlen. Është një ftesë që na jep shumë shpresë. Një zë që kërkon vazhdim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjoj këtë zë për të gjithë vlen. Është një ftesë që na jep shumë shpresë. Një zë që kërkon vazhdim.
Përfaqësues të medjave, të dashur qytetar. Mirë se erdhët në ngjarjen Vlen 24 muaj punë. Sot nuk jemi mbledhur për të folur për premtime. Jemi këtu për të dhënë llogari para qytetarëve për punët e bëra, për vendimet e marra dhe për rezultatet e arritura gjatë 24 muajve të qeverisjes tonë. Ne besojmë se transparenca nuk është vetëm një parim i mirëqenies, por një detyrim ndaj qytetarëve. Llogaridhënia nuk është formalitet, por kultura e re politike që Vlen e ka vendosur në themelin e veprimit të saj. Gjatë kësaj ngjarje do të prezantohen arritjet, reformat dhe projektet që kanë shënuar këto 24 muaj, si dhe vizioni ynë për rrugën që kemi përpara. Tani kam kënaqësinë të ftoj për fjalën e saj deputeten dhe nënkryetaren e Vlenit, zonjën Mimoza Musa. Që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë. Mirëditë të gjithëve. Të nderuar bashkëkryetar të Vlenit, zotri Bilal Kasami, zotri Izet Mexhiti, i nderuar zëvendës kryeministër i parë i qeverisë dhe ministër për çështja evropiane Bekim Sali, të nderuar ministra, deputet dhe përfaqësues të institucioneve. Të dashur bashkëqytetar të Vlenit. Një përshëndetje të veçantë për forumin e gruas të Vlenit, për të gjithë zonja dhe zonjushat që më përkushtim energjinë dhe vizionin e tyre i japim forcë ndryshimit që po ndërtojmë së bashku. Të nderuar qytetar, të nderuar të pranishëm. Ka një dallim të madh mes atyre që e shohin pushtetin si privilegj dhe atyre që e shohin si përgjegjësi. Vleni zgjodhi përgjegjësinë. Zgjodhi të matet me rezultate, sepse vetëm rezultatet mbeten. Në këto 24 muaj, Vlen ka dëshmuar se ndryshimi nuk ndërtohet me retorik, por me vendime që prodhojnë zhvillim. Me investimet që krijojnë mundësi, me projekte që prekin jetën e qytetarëve. Për vite me radhë, komunat shqiptare prisnin investime, prisnin mbështetje, prisnin trajtim të barabartë. Sot, fal angazhimit të Vlenit, në qeveri 306 projekte po transformojnë komunat shqiptare. Ky nuk është vetëm një numër, është një filozofi e re e qeverisjes. Zhvillimi duhet të arrijë kudo, jo vetëm aty ku dikton interesi politik. Vlen beson se ekonomia nuk ndërtohet nga shteti, por nga qytetarët që kanë guxim të investojnë. Detyra jonë është të krijojmë kushte. Prandaj fakti që nëpërmjet planit operativ për punësim po hapin mbi 2500 biznese të reja, është një tregues se besimi po rikthehet dhe se ekonomia po fiton energji të re. Ne nuk kemi folur për integrim vetëm në konferenca, e kemi sjell atë në praktik, one stop shop në Tabanoc, Blac, Yazhinc, edhe në kufirin me Shqipërinë, është dëshmi se Vleni mbështet politikën që e bën shtetin më efikas, biznesin më konkurrues dhe jetën e qytetarëve më të lehtë. Po ndërtojmë infrastrukturë që nuk i shërben vetëm kësaj gjenerate, por edhe brezave që do të vinë. Autostrada Shkup-Vllaz dhe korridori 8 janë investime strategjike që e lidhin vendin me rajonin. Hapin perspektiva të reja ekonomike dhe e bëjnë shtetin më të fortë. Në të njëjtën kohë, Vlen po dëshmon se zhvillimi nuk ka kuptim pa investim në cilësinë e jetesës. Rikonstruimi i spitalit të Thovës në vlerë për 74 milion eurosh është një nga projektet që jep qytetarëve atë që kanë merituar prej shumë kohësh. Një sistem shëndetësor më dinjitos edhe më modern. Po ashtu, me 20 milion euro për fazën e tretë të sheshit Skënderbeu, Vlen po investon në një hapësirë që është simbol i identitetit, por edhe pjesë e vizionit për një kryeqytet më funksional dhe më modern. Kjo është arsyeja pse sot mund të flasim me besim, jo sepse pretendojmë se gjithçka është përfunduar, por sepse kemi dëshmuar se dim të kthejmë përgjegjësinë në rezultate. Vlen nuk kërkon të gjykohet nga premtimet, Vlen kërkon të gjykohet nga puna e bërë. Këto 24 muaj janë dëshmi se kur vizioni, vendosshmëria dhe puna, kur kemi vizion, vendosshmëri dhe punë, rezultatet nuk mungojnë. Prandaj ne nuk kërkojmë besim mbi bazën e fjalëve, por mbi bazën e asaj që kemi realizuar dhe të asaj që do të vazhdojmë të ndërtojmë së bashku.
Për Vlenin, politika nuk matet me premtime, matet me projekte, investime dhe zhvillim që qytetarët i shohin, i prekin dhe jetojnë çdo ditë. Ky është standardi ynë, ky është angazhimi im dhe ky është drejtimi nga i cili nuk duhet të largohemi asnjëherë. Ju faleminderit. Faleminderit zonja Musa. Për të vazhduar me prezentimin e punës, reformave dhe rezultateve konkrete të Vlenit gjatë këtyre 24 muajve, ftoj atë që punon me përkushtim dhe heshtje, zëvendës kryeministrin e parë dhe sekretarin e përgjithshëm të Vlenit, zotri Bekim Sali. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë Vlen. Faleminderit Lule. Të nderuar bashkëpunëtor, të nderuar bashkëudhëtar të Vlenit, të nderuar aktivist, miq e mbështetës. Sot jemi mbledhur këtu jo vetëm për t'i llogaritur muajt ose për t'i radhitur projekte që i kemi realizuar, por jemi këtu që edhe për të folur për një rrugë që e kemi kaluar së bashku, e që besa nuk ka qenë fare e lehtë. Për një rrugë që nuk ka nisur nga rahatia politike, por nga detyrimi shoqëror. Publik, një nga pritjet e gjata, nga një lodhje e akumuluar, nga një besim që për më shumë vite ishte sakatosur dhe shpeshherë ishte keq përdorur. Prandaj, kur themi 24 muaj Vleni në punë, nuk e themi këtë si një slogan, por e themi si një përgjithësi. Sepse 24 muaj në qeverisje nuk janë vetëm muaj të kaluar në zyret e pushtetit. Janë 2 vite nga jeta e njerëzve, janë 2 vite nga pritjet e familjeve, të rinjve, punëtorve, mjekëve, mësuesve, pensionistëve, e çdo njeriu që nuk kërkon gjëra të jashtëzakonshme, por që pret gjëra normale. Dhe politika në fund të fundit për këtë ekziston. Jo për ta sunduar qytetarin, jo për ta lodhur, por për t'ia kthyer atij një pjesë të dinjitetit që ja kishte marrë arroganca politike. Ne besojmë se politika nuk fillon me premtime, sepse premtimet janë të lehta. Politika e vërtet fillon aty kur njeriu e pranon barën e përgjegjësisë dhe kur e kupton se pushteti nuk është shpërblim, por shërbim. Dhe kjo është ajo që ne kemi provuar ta sjellim në këto 24 muaj, një kulturë tjetër të qeverisjes. Dhe ne nuk themi se çdo gjë është bërë. Nuk themi se çdo problem është zgjidhur. Nuk themi se gjërat kanë ndryshuar brenda natës, sepse në këto 24 muaj Vleni është përballur me pritje të mëdha. Dhe kjo është normale. Kur një forcë politike vjen si ndryshim, njerëzit presin shumë. Madje, ndonjëherë presin më shumë se që lejon koha. Por pritja e qytetarëve nuk është barë për ne. Ajo është kujtesë, ajo na kujton pse jemi këtu. Prandaj, ne nuk kemi të drejtë të lodhemi, ne nuk kemi të drejtë të rahatohemi. Nuk kemi të drejtë të harrojmë përgjegjësinë që kemi marrë mbi supe. Ndërsa sot e kemi patjetër ta themi se në këto 2 vite janë hapur procese që për më shumë kohë kanë qenë të bllokuara. Janë lëvizur çështje që për vite ishin lënë të myken në sirtar. Madje për disa prej tyre as mendja nuk u kishte shkuar që t'i zgjidhni. Dhe kjo nuk ishte rastësi, por ishte pakujdesi. Andaj sot kur ne flasim për Europën, nuk flasim për slogane, por flasim për rezultate. Për vite me radhë qytetarëve u është premtuar Europa, ndërse ne kemi zgjidhur ta sjellim Europën këtu, hap pas hapi. Me planin e rritjes dhe agjendën e reformave kemi siguruar mbështetje historike nga Bashkimi Evropian.
Kemi përshpejtuar reformat dhe kemi hapur rrugën që qytetarëve të ndjejnë përfitime konkrete, nga integrimi në SEPA, pagesa më të lira, transferte parash, afrimi me tregun e përbashkët evropian e deri te Rome like at home, që do të mundsoj qytetarëve ta përdorin telefonin e tyre në vendet e Bashkimit Evropian pa tarifa, shtesë për roaming. Kjo është politika që nuk matet me fjalë, por me rezultate. Kjo është rruga që e afron shtetin me Europën dhe e sjell Europën te qytetarët tanë. Të nderuar, kur studentët erdhën dhe kërkuan që provimi i jurisprudencës të mbahej në gjuhën shqipe, ne i dëgjuam dhe i mirëpritëm. Madje, u tham se na vjen mirë që me ardhjen e Vlenit në pushtet, shoqëria është liruar dhe qytetarët i artikulojnë lirshëm kërkesat e tyre. Por siç kemi thënë çdo herë, provimi i jurisprudencës asnjëherë nuk është dhënë në gjuhën shqipe. Pavarësisht përpjekjeve për ta paraqitur sikur ky problem është krijuar tani. Në fakt, ne ju qasëm problemi seriozisht. E zbuluam se nuk ishte vetëm provimi i jurisprudencës i tillë, por ishin afro 50 provime dhe licenca profesionale që shqiptarët nuk kishin mundur kur të jepnin në gjuhën e tyre. Dhe ky proces tashmë është i pakthyeshëm. Me të njëjtën logjik, ju qasëm edhe parimit kushtetues të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. Për më shumë se 24 vjet, ky parim kushtetues mbeti pas zgjidhje. Kur nuk u bë ligj. Prandaj pas 24 vitesh, përfaqësimin e drejtë dhe adekuat po e ngrem nga vegla administrative me aplikacione softverike në ligj. Andaj është e çuditshme që ata që nuk e bën kur ligjin, madje as nuk tentuan ta bënin kur e kishin gjithë pushtetin në duar, sot shtrojnë dilema nga më të jashtëzakonshmet. Prandaj që këtu u themi, ejani ta bëjmë përfaqësimin e shqiptarëve ligj. Me të njëjtën përgjegjësi e kemi hapur edhe betejën kundër industrisë së lojrave të fatit. Botërisht dihet se kumari dhe industria e bigjozit për vite me radhë u lejuan t'i pushtojnë lagjet tona dhe jetën e përditshme të qytetarëve. Pasojat janë të rënda për të gjithë qytetarët, qofshin ata shqiptar, maqedonas, turq, rom dhe për çdo qytetar të këtij vendi. As kjo betejë nuk është e lehtë, por për herë të parë po zhvillohet seriozisht në qeverisjen Vlen. Me ligjin e ri për lojrat e fatit, bigjozi nuk do të trajtohet më si biznes i zakonshëm. Kazinot dhe lojrat elektronike do të largohen 500 metra nga shkollat. Reklamat që e shesin kumarin si sukses do të ndalohen, ndërsa figurat publike që nuk do mund të përdoren më për të zbukuruar këtë industri. Dhe më e rëndësishmja, fëmijët tanë nuk do të jenë më shënjestër e bigjozit. Po ashtu historike është mbyllja e 358 platformave ilegale online deri më tani. E di se kjo i dëshpëron disa eksponentë të opozitës së mërzitur shqiptare, por ky është një lajm që i gëzon të gjithë qytetarët. Jo më pak i gëzueshëm ka qenë edhe miratimi i ligjit për shkollat e mesme fetare. Me që rast e zgjidhëm një problem 40 vjeçar të medreses Isabeu. Sot kjo shkollë është e pranuar, e legalizuar dhe e respektuar në mesin e të gjitha shkollave të mesme të vendit tonë. Dhe kjo nuk është e tëra. Qeverisja jonë në këto 24 muaj ka investuar edhe tek dinjiteti ekonomik. Në këto 2 vite kemi realizuar mbi 2500 punësime dhe avansime. Kemi siguruar rritje progresive të pagave në sektorin publik deri më 40%. I kemi rritur pensionet, i kemi rritur pagat në arsim, shëndetësi dhe polici. Të dashur miq, Vleni nuk është krijuar për të krijuar rehati, por për të marrë përgjegjësi. Në politik, shpesh më lehtë është të flasësh rrept e të krekoses
se sa të punosh. Por ne nuk e kemi zgjedhur rrugën e lehtë, por e kemi zgjedhur rrugën ku gjykohesh për nga puna. Dhe ne jemi gati të gjykohemi pikërisht për nga puna. Të nderuar, funksionet vinë e shkojnë. Qeverit ndrohen, por ajo që mbetet janë gjurmët që lëm në jetën e njerëzve. Nëse e vazhdojmë me punë e ndershmëri, këto 24 muaj do të mbahen mend jo si periudhë zakonshme e qeverisjes, por si fillim i një kulture të re politike. Nëse pas 4 vitesh qytetarët do të thonë se shteti është bërë më i drejtë se dje, atëherë nuk do ta fitojmë vetëm edhe një mandat, por do ta fitojmë besimin e njerëzve. Ndërsa besimi është fitoria më e madhe që mund të arrijë një klasë politike dhe një qeverisje siç e synojmë ne. Ju faleminderit dhe suksese dhe punë të mbarë në 2 vitet e ardhshme. Faleminderit zotri Sali, të nderuar të pranishëm. Arritjet që u prezantuan sot janë dëshmi e një pune të madhe, të përbashkët, e një angazhimi të përditshëm dhe një vizioni që përshëndrohet në rezultate konkrete për qytetarët. Kam kënaqësinë të ftoj për fjalën e tij të parin e Tetovës dhe bashkëkryetarin e Vlenit, zotri Bilal Kasami. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjoj këtë zë. Të nderuar ministra dhe zëvendësministra, të nderuar deputet, kryetar komunash, këshilltar e drejtor, të dashur aktivist dhe miq të Vlenit. Kjo sallë nuk është thjesht një sallë disa njerëz që janë mbledhur, por kjo sallë reflekton një punë 2 vjeçare dhe një angazhim për të përmirësuar jetën e qytetarëve tanë. 2 vjet më parë, kur morëm përgjegjësinë për të qeverisur, e dinim mirë çfarë po trashëgonim. Nuk ishte një rotacion normal politik. Erdhëm për të ndaluar epokën e premtimeve boshe, epokën e zhgënjimit të mbuluar me mashtrim dhe epokën e lakmisë që i la shqiptarët mbrapa në zhvillim. Sot jemi këtu për ta rikujtuar këtë qëllim dhe për t'i hedhur një vështrim kësaj rruge që kemi nisur. Sot rishikojmë punën tonë dhe flasim me fakte, sepse fakte të dashur miq janë kokëforta dhe janë në anën tonë. Është fakt se përfaqësimi i drejtë dhe adekuat për një çerek shekulli u garantua me marrëveshjen e Ohrit, por asnjëherë nuk u bë ligj. Na ra hise e neve që ta bëjmë këtë ligj për më pak se 24 muaj. Ashtu siç e bëm ligjin për legalizimin e medreses dhe ashtu siç po e bëjmë edhe ligjin për lojrat e fatit, si dhe reformat ligjore për arsimin e lartë. Është fakt se trashëguam provimin e jurisprudencës dhe rreth 50 provime të tjera vetëm në gjuhën maqedonase, dhe këto po i bëjmë shqip me marrëveshje politike për 24 muaj. Rrugën Shkup-Blac e premtuan në çdo fushat për 24 vite. Ne po e ndërtojmë ashtu si po e ndërtojmë edhe korridorin 8. Këto 2 rrugë na lidhin me Kosovën e Shqipërinë, me të cilat lidhemi më fort e më mirë, jo vetëm me infrastrukturë, por edhe me kufi të hapur, ku tashmë me Kosovën e kemi me hyrje dhe shumë shpejt edhe me Shqipërinë, ku do të ketë më pak pritje dhe më shumë komunikim. Në Tetovën e rilindur, me rrugë e bulevarde, shkolle e pishina të reja, po e bëjmë edhe spitalin e ri. E njëkohësisht, por investojmë edhe në spitalin e Kërçovës, në qytetin që kishin lënë edhe pa kanalizim. Shkupit ja rikthejmë dinjitetin me kampusin e ri të Universitetit Nën Tereza, duke investuar përfundimisht në zhvillimin akademik të shqiptarëve dhe të Shkupit. Këto edhe shumë të tjera i bëm për 24 muaj, kur ishim akoma në fazën e bashkimit e konsolidimit si subjekt. Të nderuar, e di që sa herë lëviz një projekt që dikush e mbajti pezull për një çerek shekulli, zhurmë arritet.
E pam edhe në Tetov. Dikush u përpoq ta ndaj qytetin, ta kthej në arenë përplasjesh për problemet që vet i la zvar. E pam paradoksin njerëz që për vite mbanin gjithë pushtetin në dorë, dolën të protestojnë kundër gjurmëve që lanë vet. Po Tetova u përgjigj ashtu si di vetëm Tetova, me qetësi, pjekuri, pa rënë në kurthin që ja ngritën. Dhe unë sot krenohem me tetovarët e mi që e lexojnë drejt situatën dhe japin qartë mesazhin. Nuk mund të manipuloni më me shqiptarët. Shqiptarët ju kanë parë juve dhe kanë shohin neve. Dallimin sot e ke në çdo lagje të Tetovës, në çdo lagje të Maqedonisë së Veriut. Të dashur miq, 2 vitet e para të qeverisjes janë vite kur e dëshmuam se nuk janë të gjithë të njëjtë. Këto janë vitet kur e shpërbën propagandën e tyre me punë dhe angazhim. Treguam se mund të qeverisim ndryshe, mund të japim fund përçarjeve e të bashkohemi. Mund të lëvizim punë që nuk ishin prekur për një çerek shekulli. Këtë provim të gjithë bashk e dham me sukses. Tani fillon pjesa me rënd. Ti përmbahemi këtij standardi që vetë e kemi vendosur. Nuk duhet të harrojmë se shqiptarët na votuan për t'ju shërbyer dhe kjo është detyra jonë e përditshme. Çdo ministër, zëvendësministër, drejtor, kryetar komune, deputet, këshilltar, funksionar i vlenit duhet ta di se funksioni nuk është dhuratë e as tapi e përjetshme. Është borxh ndaj qytetarëve që e shlihen vetëm me punë. Prandaj dyert tona le të jenë të hapura, zyrat e funksionarëve le të jenë zyrat e qytetarit, të mos i mbyllim syt para halleve të qytetarëve, të mos e harrojmë aktivistin, të mos i neglizhojmë njerëzit në nevojë, ata që u duhet ndihma juaj. Mandati kalon dhe funksioni kalon. Mbetet vetëm ajo që bëre për njerëzit që ta dhanë besimin. E në fund të këtij mandati, kur do të takohemi sërish në këtë format me listën e përplot punë e arritje dhe me njerëz që dëshmojnë se Vleni bëri politikën më të përgjegjshme, komunën më funksionale dhe shqiptarin më të përfaqësuar. Atëherë kemi fituar më shumë se një palë zgjedhje. Kemi fituar besimin e tyre. E kemi kthyer shpresën se gjërat mund të bëhen më ndryshe, më mirë se sa ishin bërë për 24 vite. Prandaj, le të vazhdojmë me shumë punë, me kokën lart, afër njerëzve dhe me përgjegjësi. Ndryshimi që filloi para 24 muajsh nuk mbetet më prapa. Ju falemnderit dhe na prifte mbarë. Faleminderit zotri Kasami. Vlen vazhdon të ndërtoj rrugtimin e saj mbi punën, përgjegjësinë dhe besimin e qytetarëve. Me të njëjtin angazhim dhe përkushtim do të vazhdojmë edhe në periudhën që vjen. Kam kënaqësinë të ftoj për fjalën e tij të parin e Çajirit, si dhe bashkëkryetarin e Vlenit, zotri Izet Mexhiti. Një zë që kërkon vazhdim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjoj këtë zë. Faleminderit. Të nderuara media, të dashur aktivist, struktur e Vlenit, të dashur qytetar. 2 vjet më parë nisëm një rrugtim që shumë kush e konsideronte të vështirë, kishte skepticizëm, kishte dyshime, kishte nga ata që besonin se asgjë nuk mund të ndryshon. Por ne besuam diçka tjetër. Besuam se politika mund të jetë një mjet për të shërbyer njerëzve, se institucionet mund të punojnë për qytetarin, se besimi fitohet jo me fjalë, por me vepra. Sot, pas 2 vjetësh, nuk kërkojmë që qytetarët të na gjykojnë nga premtimet tona, i ftojmë të na gjykojnë nga rezultatet. Nga këto 2 vjet hodhëm themele që shumë kohë ishin lëmë pas dore. Miratuam ligjin për medresen, duke miratuar ligjin i dhëm fund paqartësisë për të ardhmen e mira medresantëve. Po ashtu dëshmuam se zgjidhjet e mëhershme në fakt nuk ishin zgjidhje, por ishin improvizime të bëra në kohë fushate për vota. Ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat kaloi në qeveri dhe sot pret miratimin në kuvend.
duke forcuar parimin se çdo qytetar duhet të ndjejë shtetin si të vetin. Po e ndjek fushatën kundër dhe propagandën e opozitës. Shumë zhurmë për pak përgjigje. Nuk din të thonë përse deri tash nuk kanë propozuar një ligj. Përse përfaqësimi i drejtë nuk është arritur edhe në 25 vite pas marrëveshjes së Ohrid, përse lejuan që përfaqësimi të mos zbatojë universalisht si parim kushtetues, por e kthyen ata në politikë shtapesh partijake. Përgjigja është e thjeshtë. Paraardhësit tanë nuk donin përfaqësim të drejtë dhe adekuat, por punonin për përfaqësim të kontrolluar dhe partijak. Dua ta parashtroj një pyetje: kush është më i fortë, formula apo ligji? Pra balancuesi apo ligji për përfaqësim të drejtë? Kalkuluesi matematikor nuk mund të jetë më i fortë se sa norma, dhe në fund cili është qëllimi i ligjit nëse nuk ka sanksione për mosbatimin e tij? Ligji nuk kupton rregulla, rend, funksionimi. Pra nuk ka sens dhe as logjik juridike që të krahasojmë fuqinë dhe efektet e ligjit ka shi një mekanizmi softverik i cili nuk ishte fare i rregulluar me normë ligjore dhe përpasoj edhe u abrogua. Përgatitëm ligjin për lojrat e fatit dhe vendosëm rregulla për të kufizuar qasjen dhe ekspozimin e qytetarëve ndaj epidemisë së kumarit të cilën e trashëguam. Bashkë me aksionin e mbylljes së kumarit online, lufta jonë ndaj bigjozit organizuar mirë nuk do të ndalet. Javën e ardhshme miratohet edhe pakoja e ligjeve për arsimin e lartë. Studentët e jurisprudencës së shpejti do të japin provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Në këtë drejtim jemi duke punuar për një zgjidhje të drejtë për studentët shqiptar dhe së shpejti do të kemi rezultat. Dhe jo vetëm kaq, bashkë me jurisprudencën edhe më shumë te 40 provime tjera profesionale dhe licenca do të zhvillohen gjithashtu në Shqip. Këto nuk janë vetëm ndryshime administrative. Janë hapa që afrojnë qytetarët me shtetin dhe e bëjnë barazin një realitet të prekshëm. Në të njëjtën kohë investuam aty ku zhvillimi bëhet i dukshëm. Sot në komuna shqiptare po realizohen 306 projekte me vlerë mbi 100 milion euro. Filluam ndërtimin e kampusit të Universitetit Nën Tereza, një investim prej 40 deri 50 milion euro. Siguruam mbi 20 milion euro për fazën e tretë të sheshit Skënderbej. Por rindërtojmë spitalin e Tovës me investim 74 milion euro. Pas një dekade, sollëm investim 21 milion euro në zonën e lirë ekonomike të Tovës dhe krijuam 550 vende të reja pune. Autostrada Shkup-Llaç më në fund po ndërtohet. Punimet në korridorin 8 po avansojnë. Lehtësuam lëvizjen dhe jetën e përditshme me sistemin One Stop Shop në Bllaz, Tabanos dhe Yazhinc, ndërsa dje u nënshkrua marrëveshja për One Stop Shop edhe me Qafthan dhe Bllat me Shqipërinë. Të dashur të pranishëm, zhvillimi nuk është statistik. Zhvillimi është studenti që gjen mundësi më të mira, është familja me perspektivë, është i riu që ka një vend pune, është pacienti që trajtohet në një spital më modern, është i mushuri që trajtohet me dinjitet, është qytetari që ndjen se shteti po ecën bashkë me të. Për këtë arsye, punësimi ishte një nga prioritetet tona. Mbi 2500 punësime dhe avansime u realizuan gjatë këtyre 2 viteve. Përmes masave të vetë punësimit u punësuan 4525 qytetarë, prej të cilëve 1663 shqiptarë. Rritëm pagat në arsim, në shëndetësi, polici, në sektorin publik. Rritëm pensionet, sepse zhvillimi nuk ka kuptim nëse nuk përmirëson jetën e njerëzve. Të nderuar, dua të theksoj se arritja më e rëndësishme nuk matet vetëm me milionat e investuara, por mund të them se matet edhe me klimën që kemi ndërtuar. Në këtë 2 vjet, nuk kemi pasur tensione ndëretnike, nuk kemi pasur raste të montuara që krijonin mosbesim mes qytetarëve. Nuk kemi pasur afera korrupsioni që kanë lëkundur institucionet. Nuk kemi ndjekur projekte të dyshimta që largojnë vendin nga interesi i tij strategjik. Ne kemi zgjedhur dialogun në vend të përplasjes, bashkëpunimin në vend të ndarjes, stabilitetin në vend të krizës. Paqja e rëndësishme ka qenë edhe mënyra se si kemi ndërtuar marrëdhëniet me Kosovën. Mbledhja e përbashkët e 2 qeverive nuk ishte vetëm një aktivitet protokolar, ishte një mesazh. Një mesazh se Kosova është një mik i afërt, një partner strategjik dhe një pjesë e pandashme e bashkëpunimit tonë, sepse besojmë se ardhmja ndërtohet më mirë kur ecim së bashku. Sigurisht, askush nuk mund të pretendojë se çdo problem është zgjidhur. Ende ka qytetarë që presin më shumë, dhe ata kanë të drejtë të kërkojnë më shumë. Por sot mund të themi me bindje se kemi ndryshuar drejtimin, se kemi treguar se politika mund të prodhojë rezultate, se institucionet mund të fitojnë besimin e qytetarëve.
dhe se ndryshimi nuk është një moment, është një proces që kërkon durim, që kërkon përgjegjësi, që kërkon punë të përditshme. Për 24 vjet ndryshimi dukej si një premtim. Për 24 muaj ai u bë realitet dhe qytetarët mund të shohin dhe ta prekin. Le të vazhdojmë këtë rrugë me më shumë besim, me më shumë unitet, me më shumë përgjegjësi, sepse ardhmja nuk ndërtohet nga një qeveri e vetme. Ajo ndërtohet nga një shoqëri që beson te vetja dhe unë besoj se më e mira për ne ende është përpara. Ju faleminderit. Faleminderit zotri Mexhiti, të nderuar të pranishëm. Ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj në këtë ngjarje e kushtuar 24 muajve punë, transparencë dhe llogaridhënie. Këta 24 muaj janë dëshmi se kur ekziston vullneti, përgjegjësia dhe përkushtimi, rezultatet nuk mungojnë. Ky është standardi që Vlen ka vendosur dhe ky do të mbetet orientimi ynë edhe në vazhdim. Faleminderit për besimin, faleminderit për mbështetjen dhe faleminderit që ishit pjesë e kësaj ngjarje. Ju uroj një ditë të mbarë. Që kërkon